Në një atmosferë të mbushur me tinguj të muzikës popullore dhe pasionin për rënjët tona kulturore, Gjirokastra mirëpriti mbrëmjen e djeshme edicionin e 9 të takimit të polifonis me moton Edukimi brezit të ri me këngët isopolifonike dhe vallet tradicionale gjirokastrite. Ky aktivitet vjen si një nismë domethënëse për të promovuar interpretuesit e rinj të folklorit shqiptar. Ne kemi pothuajse një vit që merremi me këto organizata të tilla, duke promovuar vallet dhe këngët si dhe isopolifoninë e Libohovës. Është vërtet një privilegj i madh për ne që të përcjellim këto tradita me anë të këngëve dhe valleve, si dhe grupit ansambli Libohova. Mendoj se të gjithë moshatarët tanë japin një kontribut sadopak të mirë për këtë komunitet, si dhe për këto organizata të tilla, dhe është vërtet diçka e mirë. Është një privilegj i madh që ne transmetojmë jo vetëm Gjirokastër, por në të gjitha vendet ku kemi marrë pjesë traditën e Libohovës, këngët vallet, ashtu dhe isopolifonik. Kënga dhe vallja polifonike janë një pasuri e madhe jo vetëm për ne, por për të gjithë njerëzit. Në drejtimin e mjeshtrit të madh Roland Çenko, kjo nismë synon të ruajë dhe të përcjellë artin e këngës isopolifonike, duke evidentuar talente të rinj. Shikoj që kanë interes të madh fëmijët, dhe kjo është gjithçka që unë kënaqem. Edhe vete pa problem, se sa vete më presin me kënaqësi dhe kanë dëshirën e madhe, duan edhe të tjerë të mësojnë, po varet se sa njohuri kanë. Megjithatë, po ecën mirë. Ky edicion dëshmoi se polifonia nuk është vetëm e së shkuarës, por e së ardhmes dhe se do të vazhdojë të dëgjohet në breza.